Prandaj Allahu po na thot, për na qet nërmend, ju keni nevojë për Allahun. Dhe kjo tregon që neve nuk, kjo duhet me na reflektu dhe me na u kthy në modesti, edhe kur Allahu na begaton me të mirat e tina, me kon shumë ma mirënjohës, shumë ma thjesht, shumë ma modest me njerëzit mbar. Me njerëzit mbar, modest. Me demonstru modesti. I thjesht pasha Allahun xhelle xhelalu. Allahun e madhëruar e falënderojmë. Allahun e madhëruar e falënderojmë çdo herë. Ati për ulemi, ati i në shohemi, prej tij për jaskuj tjetër kërkoj ndim, kërkoj falje, tek ai çdo herë më mbështetemi, tek ai çdo herë i adresojmë të kërkesat dhe ankesat tona. Prandaj çdo falënderim, çdo madhërim, çdo nënshtrim i yni çdo herë duhet shkoj dhe i takon dhe e meriton vetëm krijuesi ynë, xhelle xhelalu. Allahu Zoti i botrave, ai i cili na përsosi, ai i cili na krijoi format më të mirë, më të bukur, ai i cili na dha edhe udhëzimin dhe ai i cili është i drejtë dhe drejtësia e tij është absolute dhe e përkryer. Prandaj tek ai do të kthehet çdo njeri për të dhënë llogari për gjithë atë çka ka bërë në këtë dunja dhe nuk do të ik asgjë asaj dite madhore. Askush nuk do të humb asgjë dhe askush nuk do të fitoj asgjë përveç asaj çka ka vepruar në këtë dunja. Prandaj falënderimet e pafundme i takojnë madhërisë së tij xhelle xhelalu, ai për cilin çdo njeri, çdo krijes ka nevojë. Dëshmoj bindshëm dhe për ulshëm se nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet, që meriton të i përulet dikush përveç ti, përveç Allahu xhelle xhelalu, dhe po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Të dashur të nderuar vëllezër, çdo njeri nga ne e din se pavarësisht asaj çfarë ka arritur, pavarësisht asaj çfarë ka, pavarësisht asaj çfarë zotron, pavarësisht dijes së tij, pavarësisht evladëve, pavarësisht postit që ka, pavarësisht shoqërisë që e ka, pavarësisht çdo mirësie që e ka, çdo njeri duhet ta di dhe ta kuptoj një herë për gjithmonë dhe ta përcjell kjo në vazhdimsi në jetën e vet, se ai pavarësisht gjitha këtyre mundësive që veç Allahu ja ka dhënë, ai në vazhdimsi ka nevojë për Allahun. Në vazhdimsi ka nevojë për Allahun e madhëruar. Dhe vetëm atij duhet të i mbështetet, dhe vetëm prej tij duhet kërkoj. Prandaj nevojshmëria e njeriut për Zotin e tij është në çdo gjë. Në çdo gjë është në çdo 100 sekondit. Sepse Allahu i madhëruar na tregoi dhe këto duhet ta dim vëllezër. Dhe këtë duhet ta kemi në zemrat tona, në jetësimin e saj në vazhdimsi, se Allahu çdo gjë që ka thonë, që ka ardhur në librin e tij, ai nuk e ka thonë rastësisht, por është ashtu dhe pas saj ka urtësi të pafundme, që ato urtësi din veç Allahu xhelle xhelalu. Allahu i madhruar në kapitullin Fatir, ajeti 15 thot: Ja ejuhën nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyu al-hamid. O njerëz, Allahu i thret njerëzit në përgjithësi, edhe besimtarët dhe jo besimtarët. Gjithëve ju tregon: o ju njerëz,
O njerëz, ku do kofshit, çfarë do qofshit jo? O ju njerëz, pavarësisht arritjeve që i keni, pavarësisht zhvillimeve që i keni, pavarësisht mundësive që unë ja u kom dhënë, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të nevojshëm në vazhdimsi për Allahun. Ju jeni të nevojshëm në vazhdimsi për Allahun e madhërishëm. Në çdo gjë. E një që jo rrallë përmendim, Allahu i madhruar vetëm shiun me ndal, kur gjë tjetër. Para mendoni sa do të mbijetoj krijesa njëri e pastaj pas krijesës njëri çdo krijesë tjetër. Sa do të mund të jetoj? Sa do të mund të marrë frym? Prandaj njeriu në vazhdimsi ka nevojë për Allahun. Njeriu në vazhdimsi ka nevojë për Allahun e madhruar, sepse ne jemi të varfër o vëllezër. Ne jemi të pafuqishëm. Përveç kujt Allahu i jep fuqi, përveç kënd Allahu e pasuron, përveç kujt Allahu i jep intelekt, përveç kënd Allahu e zgjedh me ardhën këtë vend të bekuar, edhe me i ra Allahut në sejdë, edhe me njoft Zotin dhe me njoft madhrin e Ti. Dhe ne nuk guxojmë që këtë gjë jashtëzakonisht me rëndësi në jetën e besimtarit me harru. Se pavarësisht çka kom, e pavarësisht çka kom arrit, edhe pavarësisht sa kom moshkull, e sa kom djem, e sa kom vllazni, e sa kom kerre shtëpia, e sa kom toka, e çfarë posti kom, e kush jam unë, pavarësisht krejt kësajna, pasha Allahun, secili dhe pa asnjë përjashtim, ka nevojë për Allahun e madhruar. Para mendone një dhimbje e vogël, e dhamit, kujt do që i dhem, me njerë këqyrme, me shku dhe me riparu, sepse s'mundet me duru dhimbten. E vogël. Ose dikujt i dhem syni, edhe më shelë syni, thotë ko, subhanallah, s'po rrika pasy heq. Ose tjetri kamen, ose tjetri dorën, ose tjetri di hub veshi njani, thotë subhanallah, sa mirë ku na kanë. Krejto janë që të regojnë në vazhdimsi që ne kem nevojë vetëm për Allahun. Allahu po thotë antumul fuqara u ila Allah, ju jeni ata që keni nevojë për Allahun. Edhe ata vallahi udhëheqësat më të mëdhej që neve na dokën para ekraneve televizive, ata hala kanë nevojë më shumë për Allahun. Ata hala kanë nevojë më shumë. E sikur t'ja u dinim privatsin, ndoshta s'kishim as mikëshyr, se sa të ligjën, se nuk ka mundësi me konë ndryshe. Krejt kanë nevojë për Allahun. Sa e është krijuesi ynë, e është krijuesi çdo gjëje. E krejt asaj që ne i thithi me ha me pime, krejt Allahu i fuqi plot. Kush tjetër? Prandaj Allahu po na thot, pe na çet nërmend, ju keni nevojë për Allahun. Dhe kjo tregon që neve nuk, kjo duhet me na reflektu dhe me na u kthy në modesti dhe në përulshmëri ndaj Zotit ton, ndaj Allahut, ndaj ati i cilin vazhdimsi na jep me hongër e me pi, na jep këtë mirat. Bile na mundson me flajë që duhet, na mundson me arë në xhami, na mundson me shku me punu atje edhe me fitu ndershëm, na mundson me shku me shpenzu në familje, na mundson me i najt vetës gati, na mundson edhe çdo gjë tjetër. Kjo është ajo që tregon që ne kemi nevojë për Allahun. Edhe kur eci me kam tona, kjo tregon se ne në vazhdimsi kemi nevojë për Allahun e madhruar. E Allahu i madhruar po thot, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për kërkon hiç. Dhe krejt lavdatat, krejt lavdrimet që mundet i bëj dikush, vetëm atij i takojnë. As kujt tjetër. Wallahu huwal ghani. Ai është i cili nuk ka nevojë, është i pasur i vërtet, i cili nuk ka nevojë për askënd, për asgjë. Çdo krijesë e tij ka nevojë për madhrinë e tij xhella xhelalu. Pastaj Allahu thot: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." E çdo të mirë që keni o njerëz, në një ajet tjetër, Allahu thot: "E çdo të mirë që keni o njerëz,
krejt i keni veç për Allahut. Sa kem nevojë me i përsërit këto, sa kem nevojë në ditë tona të sotshme me i pas parasysh këto vëllezër. Një pjesë e jona këto e dim shumë mirë se si ka qenë gjendja para luftës. E kem përjetu. Pastaj gjatë luftës në këtë vend. Pastaj edhe pas luftës. E ka pas vështirësi. E sot ka të mira në këtë vend. Fal Zotit fuqiplot. Ka të mira në këtë vend. Ka mirësi në këtë vend. Bile e dim shumë mirë që mbas lufte, mbas jemi kthy pjesa dërmuese, edhe në shumë vende kemi shku, kemi marrë ndihma. A është e vërtet? E vërtet është. Prandaj sot, falë Allahut fuqiplot, gëzojmë të mira shumë dhe me kanë mirënjohës dhe në vazhdimsi me pas parasysh se krejt që i kom për Allahut dhe unë në vazhdimsi kom nevojë veç për Allahun. Edhe nëse ki nevojë për njeriun, dush me di që ajo veç sebeb, vetëm shkak është, a mo ai që ki nevojë edhe që të përgjigjet është Allahu. Ai i cili të përgjigjet në vazhdimsi. Ai kur unë edhe ti edhe çdo krijes flan, ai Allahu e mban gjallë. Kur ne jemi të pakujdesshëm ndaj vetvetes tonë, flajm gjumë, ai Allahu na mban gjallë. Zemra jonë lëviz rrah. Subhanallah. Edhe zgjohem mëngjes të shliruar prej lodhjes. Dhe kjo është ligji i Allahut. Dhe kjo tregon sa kemi nevojë shumë për Allahun. Por këtë duhet me mbjell në vetveten tonë se ne jemi në vazhdimsi të nevojshëm për Allahun, edhe kur Allahu na begaton me të mirat e tina, me kon shumë më mirënjohës, shumë më thjesht, shumë më modest me njerëzit mbar. Me njerëzit mbar, modest. Me demonstru modesti. I thjesht pasha Allahun xhella xhelalu. Para mendon e vllazni, për para muslimanët e hershëm kanë bo dua. Kanë bo dua dhe në sejdë, edhe kur i kanë ngrit durt. Edhe për i duave që kanë bo, ka qenë o Zot, ma mundso që të kam nevojë vetëm për ty. Dhe ma mundso që mos të kam nevojë për askan tjetër përveç teje. Ma mundso, se dikush të qatë lutna, po ki lutje sa dush, shqip lutu. Ma mundso që të kam nevojë vetëm për ty, o Allah. Dhe mos më bët nevojshëm për askënd. E di çka është kjo, vllazni? Në qoftë se del prej zemrës, dyrt e qiellit hapen edhe kjo arrin te Allahu, dhe Allahu e din se robi vet po e madhron, se po e falendron njëjtën kohë, se po e di që është vetëm prej tij është çdo mirësi. Dhe ati po ja aderon, dhe ati po ja adreson. Vetëm Allahut po ja adresohet kjo. Kur kujt tjetër? Në adresë të Allahut po kërkohet çdo gjë, çdo mirësi, po edhe mirënjohje. Edhe po kërkon me botë qëndrueshëm, që mos me kërku për i dikuj tjetër. Vetëm për Allahut. Prandaj, kjo e shumë të tjera e bojnë njeriun që besimtarin që tjetë më i devotshëm, tjetë më i kujdesshëm dhe natyrisht që përmes kësaj ta fitoj kënaqësinë e Allahut, e kushdo që e fiton kënaqësinë e Allahut, e kushdo që arrin njohjen e Allahut, e kushdo që arrin bindjen se vetëm për Allahun ka nevojë, çka ka hupaj? Çfarë hup? Nuk hup askush asgjë. Ai i cili komplet ket nuk e ka në planin e jetës ti, por i mat muskujt e vet, e mat mendjen e vet dhe ja adreson vetvetes krejt ato të mira që i ka, ai është i humbur. Ai është i humbur. Edhe ajo humbje në mënyrë graduale ka me shku duke u jetësu dhe ka me ardhur një moment që ka me pa që ka qenë komplet e gabuar, por ja që dikur edhe mund tjetë vonë. Allahu na falt e na mëshiroft e na bëf për atyre që në vazhdimsi jemi me njas ndaj madhërisë së tij xhalla xhelalu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Pejgamberi sallam, shiqoni vllazni, ka qenë i dërguar i Allahut, edhe ka pas raste kur pejgamberi alayhi salam në vazhdimsi e ka lutur Allahun për mirësi. Prandaj Allahu ka zgjedhur pejgamber. Prandaj modelin më të mirin e kemi në pejgamberin e Allahut.
dhe ai prej lutjeve të tij shpesh që ka bo, kur ka dalë para pasqyrës, ka thonë: o Zot, ashtu sikurse e ke zbukuru pamjen time, zbukuro edhe moralin tim. Ashtu sikurse e ke zbukuruar pamjen time, zbukuro edhe moralin tim. A e bëjmë këtë dua ndonjëherë ne? A jemi të kujdesshëm ndaj kësaj? Që Allahu më na zbukuru moralin, edhe në qoftë se kemi të meta në moral, në sjellje me njerëz, më na zbukuru Allahu dhe më na mundsu me u kthy dhe me u tërheq prej të tillave. Po ashtu duhet me pas parasysh të nderuar vëllezër se nevoja e vërtet që ne e kuptojmë se kem nevojë të vërtet për Allahun është ajo e cila na përcjell në vazhdimsi. Në qoftë se ne e dim vërtet që kem nevojë për Allahun, që kjo duhet me na përcjell çdo ditë. Edhe jo një ditë po, edhe 10 ditë apo 20 ditë jo. Çdo ditë me na përcjell. Që unë jam i nevojshëm për Allahun dhe falenderoj Allahun dhe jam mirënjohës atina. Prandaj për çdo të mirë që ne e gëzojmë, qoftë e jashtme, qoftë e mbrëmshme, qoftë e jashtme, siç është pasuria, siç janë evladet, siç është pozita, siç janë shumë gjëra tjera, pastaj siç janë gjymtyrt e trupit, siç janë mundësitë që Allahu na i ka dhënë, pastaj e brendshmja, mënyra më e mirë e përsosur që Allahu na ka përsos e na ka përkry, që me kanë mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot dhe në vazhdimsi ati mja adresu dhe ati mi u falendëru për çka? Për atë se Allahu është ai i cili na ka udhëzu. Me lejnë Allahut ne kemi ardhë edhe i bim Allahut në sejdë. Me lejnë Allahut ne i bim Allahut në sejdë. Allahu na ka zgjedh. Allahut ka zgjedh me ran sejdë. Pasha Allahun kemi thonë disa herë, nuk ka mundësi me ra Allahut në sejdë në qoftë se Allahu nuk të ka zgjedh. La ilaha illallah. Prandaj është privilegj dhe nuk duhet me leju që me ra Allahut në sejdë vetëm një herë në javë, o vllazni. Jo me ra Allahut në sejdë vetëm një herë në javë, se ditën kur të larguam prej kësaj bote ne lypim shumë, por do të gjojmë vetëm çka kemi punu. Do të lypim shumë mundësi për më na ndihmu, shumë gjëra të cilat mendojmë që kam na ndihmu, ndoshta nuk vinë, sepse nuk i kemi vepruar. Kem shumë sfida përpara. Por do të ndihmon ajo që vërtet e ke kryer formën e duhur, njëna prej tyne e që do të ketë peshë madhe vendosja e ballit të besimtarit në sejdë vetëm për madhrinë e Allahut. Kjo do të jetë pika më e ndritshme dhe kjo do të jetë mundësia më e madhe për të shpëtuar ditën e llahtashme. Allahu na mundsoft e na falë të na mëshiroft ya Rabbi. Allahu na boft çdo herë mirënjohës. Allahu na mundsoft që çdo herë ta njohim Allahun dhe ta kuptojmë vazhdimsi se krejt që kemi vetëm për Allahut dhe krejt që kemi nevojë për Allahun, sepse askush nuk është pasunik pavarësisht çka ka arrit. Pasurinë e vërtetë ka vetëm Allahu e ne kemi nevojë në vazhdimsi për madhrinë e tij, për ndihmën e tij, për mëshirën e tij, për çdo gjë, për çdo frymë që e marrim, për çdo moment që jetojmë, për çdo moment që shpirtat rrinë në trupat tanë. Kjo duhet falendërohet Allahu i madhruar. Prandaj i falendëruar, i patmeta është krijuesi i gjithësisë. Zoti na mundsoft që të jemi prej atyre falendëruesve në vazhdimsi dhe të mos harrojmë. Allahu na fal neve, e i falt e i mëshiroft edhe prindrit tan dhe falt e mëshiroft edhe çdo besimtar dhe besimtare ditën e madhe kur do dalim para tij për dhon llogari.